Më mirë për ty është të bartësh gur me njerëz të mirë, se të hash halv me njerëz të këqij. Do të thënë më mirë të jesh në gjendje të lodhshme të dunjas, por shoqëria të jetë e mirë, sesa ti kesh ato të mira. Pra kjo habis është një lloj ëmbëlsirës që bëhet me hurma, me gjalpë kështu me radhë. Do të thënë që është shumë e shijshme. Më mirë, do të thënë mos e hash këta me ata njerëz të këqij, edhe më mirë të kesh vështirësi, po të jesh me njerëz të mirë. Pastaj thot autori rahimahullah, njeriu i mençur nuk e njollos nderin e tij dhe nuk e mëson veten, do të thënë që t'i bëhen të lehta shkaqet e të keqes, duke ndetur me njerëz të këqij. Duke ndetur me njerëz të këqij, me kalimin e kohës, si kanë thënë disa prej dietarëve, më e pakta, do të thënë dëmi më i pakt që do thot i pari që do të vijë. Do të thënë dëmi më i vogël është fillimi i atij dëmit. Dhe ky dëm është dëm shumë i madh. Nëse rri me të këqit, çka ndodh? Nuk e urren të keqen. Dhe fillon shkaktohet urrëtia për të mirën, si tham, ose dyshimi për njerëz të mirë. Thotë ky është që nuk mund të shpëtojë askush, edhe nëse nuk i bën ato të këqijat. Pra nëse rri me njerëz që pinë alkool, me disa takime, bëhet që pirja e alkoolit nuk duket diçka shumë e keqe. Edhe kjo është dëmi i parë, mirë po është dëm shumë i madh. Se pastaj kur nuk duket diçka e keqe, atëherë është lehtë që të bëhet. Prandaj ka thonë, do ta mësosh veten me bërjen e shkaqeve të keqes. Do të thonë, duke i lehtësuar ato, atëherë hyn në të keqen. Dhe nuk do të kesh mundësi ta mbrosh nderin tënd dhe duhet ta stërvitësh veten që të shoqërohesh me njerëz të mirë. Do të thënë edhe kjo, çka do thotë, pra qëndrimi me njerëz të mirë nuk është i lehtë për nefsin. Do të thënë qëndrimi me njerëz të mirë, se nefsi është i mësuar me rahati, me argëtim, me epshe. Edhe shoqërimi me njerëz të mirë është në kundërshtim me këto që i kërkon nefsi. Prandaj njeriu duhet ta stërvitë veten, edhe ta ketë parasysh se është e vështirë, domethënë sikur bartja e gurëve, e shkëmbinjve, domethënë ka vështirësi, mirë po e di që ka përfitime të shumta prej kësaj shoqërie.